Në ndërkohë, këtë recetën e pogaçes, se kjo është dilema më e madhe. Janë disa pogaçe, për shembull nga ana e vjerës tem, janë disa pogaçe që hala ma çish me bën të nesërmen. Po janë disa tjera që e gatuajmë për shembull nga ana jonë, o duhet me konsumu të nxehtë, o pastaj nuk ka shije. Unë jam në gjitha forma. Ndoshta mendoj që kuzhina është duhet me dashur. Po. Për me pas një gatisë duhur, është e dashuria që bën. E mendoj që sa herë bën me dashuria ato janë të mira. Të mira gjithmonë. Edhe janë qëndrueshme. Po ku qëndron pogaçja tash hala pa e nxjerr mirë prej furrës ka me shku. Veç ju boft mirë. Ka receta të ndryshme. Tash varet se si kanë qenë kushtet ekonomike të parëve tonë. Për shembull, ka nana tona kanë gatu shujtë kësi pogaçe të mira edhe me pak përbërs. Po vetëm ujë mirë. Me gjëra elementare, me ujë djathi, unë kam provu shumë forma. Me të vërtet del shumë mirë. Me ujë djathi pogaçja del shumë mirë. Po nisemi, po thamë, kuzhina është dashuri. Po e kultivove me dashuria, pa dyshim që dele mirë. Absolutisht, pajtona plotësisht.